Me që Syri Televizion jemi në hapësirën e intervistës së ditës, kam kënaqësinë të kem një komunikim online me zotin Nexhmedin Spahiu, analistin e njohur të Kosovës. Zot Spahiu, ju përshëndes dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje. Dhe po nisim me njëherë bisedën, pasi në Kosovë sot votohet për të zgjedhur kryetarit e 38 komunave, në një kohë kur presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mandatuar Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re. Votat për të cilat nuk i ka, ndaj zoti Kurti kërkon edhe votën e disa pjesëtarëve të opozitës për të siguruar 61 vota për qeverinë e re. Si shihen këto zgjedhja? A janë më shumë një test të qoftë për Kurtin apo edhe për opozitën? Po, janë për të dy palët. Janë një test ku do të shohin se në këtë lojën politike të zhvilluar, e cila kryesisht lojë deri më tani që nga zgjedhjet kombëtare të 9 shkurtit deri më tani, lojë politike e cila bë kryesisht në dëm të Kosovës, sepse ka lënë Kosovën pa institucione. Mos konstituimi i parlamentit ka shkaktuar edhe probleme tjera. Për shembull, kanë ngelur shumë borde pa antar, siç është për shembull Komisioni i Pavarur për Media, bordi i Radio Televizionit Publik, e shumë të tjera organet të cilat pastaj në zgrips ka qenë edhe gjykata kushtetuese, e cila është vetëm me 7 antar nga 9 dhe po që se do mbetet edhe pa një antar do të bëhej jo funksionale. Të gjitha këto institucione janë varur prej Parlamentit të Kosovës dhe kjo loja që është bërë politike, ka qenë një lojë në dëm të interesave kombëtare. Po mirë, po tani do të shihen se kjo lojë, kush ka përfituar nga kjo lojë dhe kush. Por a mund të vazhdojë kjo lojë për formimin e qeverisë së re, zoti Spahiu? Jo, besoj jo, sepse tani do të shihen më në fund edhe ata të cilët kanë humbur, do ta shohin veten, edhe fituesit do ta shohin veten dhe besoj që tani do të bëhet qeveria në një mënyrë ose në një tjetër, pavarësisht se... Pra po thoni që Kurti siguron 61 vota për formimin e qeverisë? Nuk e di atë, për momentin do ta tregoj rezultatin zgjedhor. Ky rezultat, domethënë i cili do të jap me kuptuese çfarë duhet të bëj. A duhet, nëse ai e sheh veten që është forcuar, atëherë do të imponojë zgjedhje të reja dhe në mënyrë që ta formoj qeverinë i vetëm, ose nëse sheh që është dobësuar, do të detyrohet të bëjë ndonjë koalicion i cili për të nuk është... Por në kohën kur opozita ka kërkuar zgjedhjet parakohshme, nëse edhe opozita e sheh që Kurti është dobësuar, pse të mos e çojë vendin zgjedhjet parakohshme dhe ta rrëzoj nga froni kryeministror? Mund ndodhë edhe kjo, po varësisht se varet se cilët nga forcat politike do dalin të më të forta ose më të dobësuara. Nuk është njësoj nëse PDK del më e dobësuar, nëse LDK del më e dobësuar, ose më e fortë, ose vetëvendosje. Më thënë tani, nga gjithë kjo do të varet cili do të jetë qëndrimi për zgjedhjet në nivel kombëtar, apo thjesht bërjen e koalicionet potenciale. E qartë, por sigurisht ka patur edhe akuzat forta nga ana e presidentes e Kosovës, zonjës Osmani, madje edhe vetë Kurtit, të cilët kanë akuzuar Serbinë se po fut duart në këtë proces elektoral. Si është parë nga qytetarët e Kosovës, apo çfarë ndikimi mund të ketë qoftë në rezultatin dhe a pritet, sigurisht ka misionet të OSBE-ut të cilët vëzhgojnë zgjedhjet atje? Shiko, është e pritshme që tani lista sërbe të fitojë po të 10 komunat të cilat dominohen nga komuniteti serb. Edhe në veri, kryetarët tani do të jenë nga ky komunitet, por ata nuk do të mund të rikthejnë më gjendjen e mëparshme, sepse tashmë institucionet e tjera të Kosovës janë futur në veri të Kosovës dhe ato funksionojnë, kështu që ata do të mund fushveprimi i tyre do të jetë i kufizuar, do të jetë vetëm brenda suazave të tyre kushtetuese, por ata nuk do të mund të bëjnë tani ti përzejnë shqiptarët nga atje, t'ju marrin shtëpiat, t'ju marrin lokalet, e tjera si që ka ndodhur kjo deri para se të vinte Albin Kurti në pushtet. Kur
pronarët shqiptarë. Ka patur akuza, zoti Spahiu, ndjes, ka patur akuza që po bëhet edhe zhvendosja e qytetarëve në mënyrë që të ketë popullime për të ndikuar edhe në këtë proces. Akuzan të kujt ndaj kujt? Ka patur akuza se Serbia po bën zhvendosjen e qytetarëve nga fshatrat e ndryshme në për këto komuna, pra në mënyrë që ta maksimalizojë votën e saj. Tek procesi manipulimit jeni ende.